Vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Fillimisht në njën më të madhe, vazhdojmë dhe i shtojmë vezët. Ju lutem bëni kujdes gjithmonë kur përgatitni receta, vezët mos i përdorni nga frigoriferi, por duhet të keni në ambient dhume. Në total, në këtë recetë do të kemi nevojë për 2 vezë të plota. Tani vazhdojmë që të shtojmë produktet e tjera. Në këtë recetë matja bëhet me gota, jo me gram. Pasi është një recetë e vjetër e nënave tona, atëherë matja është bërë në këtë mënyrë dhe ashtu po e sjell edhe unë recetën, ashtu siç e kam trashëguar nga nëna ime. Në total masa që do ta përdorim për këtë recetë është një gotë prej 200 ml. Pra një gotë 200 ml plot me sheqer. Vazhdojmë përzihem një herë vetëm vezët edhe sheqerin, derisa sheqeri të tretet pak. Tani vazhdojmë dhe i shtojmë produktet e tjera. Dhe matjen përsëri do ta bëjmë në gotën e njëjtë. Pra gjithçka do të matet me këtë gotë. Një gotë 200 ml me vaj. Dhe një gotë 200 ml me qumësht. Përzijim edhe një herë përpara se ta shtojmë mielin. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Siç ju them gjithmonë, bëni kujdes me mielin. Do t'ju them përsëri, mielin e shtoni pak nga pak dhe duke kontrolluar, sepse gjithmonë ndryshon sasia e miellit, varet nga lloji i miellit që po e përdorni, varet nga masia e vezës, po ashtu edhe nga gota që ne keni përdorur. Por diku prafërsisht 900 gram deri në 1 kg miell do t'ju nevojitem për ta formuar brumin e këtyre gurabive. Tani shtojmë 10 gram pluhur për pjekje dhe 10 gram vanilë sheqer. Tani vazhdojmë me dorë, duke ngjeshur, duke përzier mirë, derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë. Dhe brumi është gati. E kam ngjeshur mirë për disa minuta, derisa kam formuar një brum kështu mesatarisht të butë, sepse për këtë lloj të ëmbëlsirave duhet ta bëjmë pak më të fortë brumin, jo shumë, pra që të mund të na qëndrojnë më mirë dhe mos na dëmtohen pasi që t'ja japim formën. Tani vazhdojmë nga brumi që të ndajmë pjesë më të vogla. Sa më të vogla, aq më mirë. Unë të t'i bëj kështu në masi sa një kokër ore, por duhet të limonë mirë, që mos të kenë asgjë në të gjitha anët, që të na qëndrojmë pastaj mirë kur t'ju japim edhe formën finale. Në total, mua më deshën 800 gram miell për ta formuar këtë brum. Andaj bëni kujdes me miellin, sepse mund t'ju ndryshoj. Për atë arsye shtone pak nga pak. Vazhdojmë tani t'ju japim formën rrumbullake të gjithave. E vazhdojmë kështu, dal nga dal, derisa ta mbushim të gjithë tepsinë. Poshtë tepsisë unë kam shtruar letër për pjekje, në këtë mënyrë do t'i largojmë më mirë dhe më lehtë nga tepsia. Tani, pasi kemi bërë gati të gjitha, vazhdojmë me pjekjen. Fura është e parangruhur në 180 gradë dhe ashtu në zjarr mesatar do t'i pjekim diku prafërsisht 25 deri në 30 minuta derisa të marrë një ngjyrë të kuqërantë. Ne vazhdojmë dhe i bëjmë gati ngjyruesit ku do t'i fusim pastaj pjeshkat që ta marrin atë ngjyrën karakteristike të pjeshkës. Unë këtu i kam bërë gati ngjyrë të kuqe dhe ngjyrë portokalli. E di se do më pyetni shumë se si duket ngjyra, janë nga këto pijet kështu në pluhur që shiten. Kjo e portokallit është me shije të mangos, sepse këtë mund të gjeja, nuk ishte me shije të pjeshkës, por do bëj punë edhe ajo, dhe kjo tjetra është me shije të qershisë. Pako nga ato e kam tretur me 200 ml ujë, 200 ml edhe dhina tjetër, i largojmë anësh tani dhe presim që të na pjekën një herë gurabijat. Tani që janë pjekur gurabijat, sapo i kam larguar nga fura, janë valët në nxehta, nuk i kam skuqur shumë, sepse këto tani duke qëndruar do të forcohen edhe më tepër. Lejojmë që të ftohen diku në 10 deri në 15 minuta para se të vazhdojmë të mbushim. Tani që janë ftofur gurabijat, marrim një thikë të sprehtë dhe me kujdes i hapim tani në mes që të krijojmë vend për mbushjen. Mirëpo, këto pjesët i shtojmë një in, sepse do të na nevojiten edhe ato. Bëjmë kështu nga një vrim. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë i hapim të gjitha gurabit.
Tani pasi kemi shtypur pjesët që kemi larguar nga brendësia e gurabive, vazhdojmë që shtojmë brenda marmalat. Mund të përdorni çfarëdo lloj marmalati. Unë po përdor marmalat të pjeshkave për t'ia vënë tamam atë shijen e pjeshkës. Shtojmë dikun 2 lugë gjelle. Tani përzijmë mirë derisa të sigurohemi që marmalati është bërë bashkë me gjitha pjesët e gurabive. Tani vazhdojmë i mbushim. Marrim pak nga mbushja që kemi përgatit, shtojmë te njëra pjesë, marrim edhe një tjetër pjesë të gurabis, edhe tek ajo shtojmë nga mbushja, dhe tani i bëjmë bashk nga 2 copë. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë tani, i mbushim të gjitha. Dhe tani, pasi kemi mbushur gjitha, vazhdojmë që t'i gjysim në ngjyrë. Gjysmën do t'a bëjmë në ngjyrë të kuqe dhe i mbajmë vetëm për 2-3 sekonda. Me njëherë kalojmë tek ngjyra portokalli, edhe këtu 2 deri në 3 sekonda. Dhe në fund i rrotullojmë me sheqer. Dhe tani këtu i kemi pjeshkat. Për t'i bërë që t'na duken edhe më të bukura, do të vazhdoj që t'ju shtoj disa gjithëmente. Dhe ky është rezultati i ngjyruesve në duart e mia, por do ju del tani duke i larë disa herë me ujë. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju këto ëmbëlsira dhe do të riktheheni përsëri në familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.